Pas atmosferës të na solli Rasim Selmanaj me një rrëfim fantastik, të një tregimi fantastik se si rrugtohet mirë e drejt. Dua t'ju them një diçka. Gjyshi im i ndjer, të cilit në atë botë dua t'ju uroj festën e flamurit 28 nëntorin. Më thoshte birim, nëse rastësisht në jetë gabimisht e ngarkon kerrin keq, po vazhdon me udhtu të ngarkuar keq, ai do t'jetë gabim jetësor dhe ti kur nuk do të rehabilitohesh. Po nëse ke gabue, e ke ngarku keq, po gjatë rrugës ndalon, e shkarkon dhe ngarkon mirë, atëherë ti je shumë mirë në aspektin kombëtar. Në realitet dua të dal dikun, dua ta falenderoj nga zemra Naim Gjoshin. Deri në qiell, shkurt e Fejzën e të gjithë ata që kanë bërë këngën Mora fjalë. E këndova në turneun e boksit që quhet Adem Jashari, diçka e jashtëzakonshme, turne ndërkombëtar. Dhe pastaj kam marrë me mira letra, na e këndova edhe një herë. Edhe dua ta këndoj Mora fjalë, sigurisht me lejen tuaj, me lejen e shkurtës e të Naim Gjoshit. Me i thurkan prap legendarit, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj. Tash sa vjet se she prekazin vere qakun, tash sa vjet se she drenicën, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Qo Adem, qo po thojnë zogjt e malit dhe bilbilat, qo Adem, po thojnë lule trandafila, qo Adem, po thojnë këngët, po thojnë trimat, ty Adem. Qo hu shpejt mos rrite vari, thot në lukja, qo se mjaf, ta faditi balin toka, qo se ty po t'kërkone tanë Kosova, ty Adem. Mora qarkun, me i thurkan prap legendarit, ti këndoj Adem Jasharit, ti këndoj Adem Jasharit, ti